Altin Dumani, shërbeu si drejtuesi SPAK nga 19 dhjetor 2022 deri më 18 dhjetor 2025, duke përfunduar mandatin 3 vjeçar sipas rregullores së Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Pas marrimit të këtij mandati, detyrën ia la Klodian Brahos. Gjatë këtyre 3 viteve, në drejtimin e Dumanit, SPAK u konsolidua si një institucion i ri drejt një strukture më efektive hetimore ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. U theksua shpesh motoja "askush nuk është mbi ligjin", duke nënkuptuar se SPAK nuk kursente hetime edhe ndaj zyrtarëve të niveleve të larta. Në ditët e fundit të mandatit, Dumani firmosi një kërkesë zyrtare për heqjen e imunitetit të deputetes ministres Belinda Balluku, pas rikthimit të saj në detyrë nga gjykata kushtetuese. Gjatë vitit 2024, SPAK nisi një numër të konsiderueshëm hetimesh ndaj ish zyrtarëve të lartë, disa prej të cilëve u dërguan për gjykim e disa prej tyre u mbyllën me vendime gjyqësore. Dumani forcoi marrëdhëniet me partnerë ndërkombëtar duke theksuar bashkëpunimin kundër krimit të organizuar, trafikut ndërkombëtar të drogës dhe pastrimit të parave. Në drejtimin e tij, SPAK u pa se po konsolidohej si një aktor i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë dhe po shtonte kapacitetet e saj për hetime komplekse financiare dhe të korrupsionit. Autoritetet e SBA-s e BE-s e kanë përgëzuar punën dhe kontributin e tij në forcimin e sundimit të ligjit. Në terma të përgjithshëm, mandati i Altin Dumanit u karakterizua nga intensifikimi i hetimeve ndaj korrupsionit të nivelit të lartë, vendime gjyqësore të rëndësishme, përpjekje për forcimin institucional të SPAK dhe bashkëpunim ndërkombëtar, ndërkohë që ai përballej edhe me sfida politike dhe debate publike mbi rolin dhe vendimet e institucionit që ai drejtoi. Altin Dumani e mbylli zyrtarisht mandatin 3 vjeçar si kreu i SPAK dhe do të vijojë punën si prokuror i posaçëm deri në përfundimin e mandatit të tij 6 vjeçar në vitin 2028.